Pas ditëve me rreshje të dendura shiu, në zonat malore ka nisur dëbora. Në Juglindje në lartësitë mbi 1200 metra, rreshjet e Borës kanë përfshirë majën e Biglës në Dardhë dhe zonën e Shtyllës deri në majën e Mashkullores, ku tërësia arrin deri në 10 cm. Firmat e mirëmbajtjes së rrugëve ndodhen në terren dhe po punojnë për pastrimin dhe qarkullueshmërinë e akseve, përfshirë edhe rrugën e Dardhës. Rreshje dëbore gjithashtu ka patur edhe në malin e Thatë dhe malin e Gramozit. Autoritetet janë në gatishmëri dhe kanë bërë kriposje në akseve rrugore që të çojnë drejt fshatrave turistike të Dardhës, Bobështicës, Voskopojës dhe Vitkuqit, por të gjithë ata që do të udhtojnë në këto destinacione duhet të pajisen me goma dimërore, pasi temperaturat në këto zona shkojnë deri në -4 gradë Celsius. Në zonën malore të Shkodrës, rreshjet e dëborës kanë vijuar gjatë natës me intensitet mesatar. Në aksin Bog-Theth, trarësia ka kaluar 40 cm dhe po punohet me forca të shtuara për të siguruar qarkullim të pandërprerë. Dëbora ka zbardhur edhe Steblevën dhe Furstudën në Librazhd. Policia rrugore u ka bërë apel drejtuesve të mjeteve që të bëjnë kujdes në lëvizje dhe të respektojnë sinjalistikën, si dhe të pajisen me zinxhir dhe goma dimërore.